Prokuroria e posaçme kërkoi sot që të pandehurit e dosjes 5D të shpallen fajtor. Për Debora Keqin, ish drejtoresha e klubit sportiv Tirana SPA kërkoi që të dënohet me 2 vjet shërbim prove dhe t'i ndalohet e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vjet. Për Teuta Gurin, antare e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, u kërkua e njëjta masdënimi që të vihet në provë për 2 vjet, si dhe t'i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vjet të tjerë. E njëjta kërkesë ishte edhe për antarët e tjerë të këtij komisioni, Renaldo Gjerazi dhe Jetion Meraj. Në bashkëpunim ata akuzohen për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera, ku sipas SPAK kanë krijuar kushtet për privilegje të padrejta për operatorin ekonomik 5D Konstruksion SHPK në procedura të prokurimit publik. Ata e kanë favorizuar këtë kompani duke e paracaktuar fituese. Seanca kur të pandehurit do të bëjnë mbrojtjen do të jetë në 7 maj. Ky është njëri nga fraksionet e ndara të kësaj dosjeje që u kallëzua në SPAK nga opozita, ndërsa për ish drejtorët e bashkisë Taulan Tusha, Mariglen Qato e Redimolla, çështja është ndarë. Seanca e parë e gjykimit për ta do të fillojë në 30 prill. Ata akuzohen se kanë shpërdoruar detyrën duke krijuar kushte që fituese të dilte kompania për të cilën prokuroria e posaçme thotë se për pronar kishte vetë ata